Mirëdita dhe përshëndetjet përzemërta të dashur qytetare dhe qytetarë që ndiqni këtë bashkëbisedim javor timin në rrjetet e mia sociale. Ne lam pas një javë të veçantë, në të cilën Partia Demokratike përfundoi institucionalizimin e plot të saj, të forumeve të saj. Me këtë rast, ajo çka duhet të informoj të gjithë ju, është se ky proces u zhvillua në moton e ripërtritjes së Partisë Demokratike. Dhe ju them me kënaqësi, jo vetëm të ripërtritjes në kuptimin e numrave, por edhe të proporcioneve deficitare, do të thosha, në këtë parti. Kështu, sot në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, 60% përbëjnë të rit dhe gratë. Dhe ky është një proporcionim shumë i rëndësishëm për ne, sepse patëm trashëguar një deformim nga i cili u ndam përfundimisht. 2/3 e kryesisë së zgjedhur të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë, sikundër 3 nënkryetarë të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë, nga 14 sekretarë, vetëm 3 janë të rizgjedhur. Pra, mund të informoj se ky është procesi më i thellë i ripërtritjes Partisë Demokratike pas themelimit të saj. Por nga ana tjetër, janë vendosur proporcione të domosdoshme të përfaqësimit në këtë parti. Jam i bindur se kërkesa themelore për çdo qytetar dhe antar mbështetës të kësaj partie ka qenë ripërtritja. Ju siguroj se në këtë proces nuk kanë ndryshuar vetëm statistikat, por Partia Demokratike ka shpalosur kualitete dhe vlera ndër më të shquarat. Kështu që në kilometrin e fundit të saj, ajo ka një ekip të pajisur me të gjitha aftësitë për të udhëhequr këtë parti për përmbushjen me sukses të misionit të saj. Duhet të theksoj me këtë rast se ne jemi një parti që bazohemi tek vota e antarëve tanë dhe shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë bashkëpunëtorët e mi që nuk u zgjodhen, të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Unë ruaj për ta vlerësimin më të lartë. Theksoj se shumë prej tyre kanë funksione të tjera shumë të rëndësishme në Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar dhe misione
në drejtim të reformave themelore në interes të kësaj partie dhe të vendit. Kjo është ajo çka unë desha t'u informoj ju, por duhet të them prap me kënaqësi se procesi i ripërtritjes nuk ndalet dhe nuk do ndalet. Në mënyrë të përsëritur ju kisha pohuar se Partia Demokratike ka rreth saj personalitetet të shquara, individ me vlera ekselent në fushat e veta. Dhe jo pak prej tyre garuan me sukses në këtë proces, por janë të tjerë të shumët që kanë shprehur gatishmërinë dhe janë të lidhur me Partinë Demokratike. Kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar, për të vënë në dispozicion të qytetarëve shqiptarë të vizionit të kësaj partie të gjithë potencialin e tyre intelektual, profesional, në Shqipëri, në Europë dhe në botë kudo që ndodhen. Për herë të parë në këtë proces ripërtritje, u institucionalizuar roli dhe vendi i diasporës. Hapat para transishme janë shënuar. Një nënkryetare partie dhe një sekretar për diasporën janë zgjedhur. Përpjekjet tjera do të bëhen për ridimensionim në rolit të diasporës në jetën politike të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Pra, për të gjithë ata të cilët kërkonin me të drejtë dhe prisnin ripërtritje si tipar kryesor, mendoj se hapa transishme janë shënuar dhe të tjera do vinë. Gjatë kësaj jave vazhdoi me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme për këtë lëvizje, për këtë protest të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë ftoi çdo demokrat të marrin pjesë në frymën e saj si qytetar, të bëjnë gjithçka për suksesin e saj. Së fundi, Edi Ramës, narkodiktatorit të Tiranës, po i del boja në të katër anë të botës. E vërteta është që mediat prej shumë kohësh dhe në veçanti këto muajt e fundit kanë portretizuar Edi Ramën ashtu siç është. Një narkodiktator, një njeri që s'njeh ligj as kushtetut, një avokat të tmerrshëm të korrupsionit të tij dhe ministrave të tij. Organizatat mëdha politike ndërkombëtare kanë demaskuar atë, por një raport tjetër që vjen nga Komisioni Evropian për Shtetin Ligjor
mediat e lira, drejtsin, damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij në mënyrën më të fuqishme. Mbrojtjen që ai bëri korrupsionit të Lubi Ballukut me emër, sulmet e pa principa ndaj organeve të drejtësisë nga Edi Rama, korrupsionin e shfrenuar të policisë së shtetit dhe organeve dhe institucioneve të tjera. Lubi Balluku është bërë tashmë çështje jo vetëm e shqiptarëve, por çështje e Bashkimit Evropian. Qëndrimi i tij ndaj mediave damkose, natyrisht, të gjitha këto janë dëshmi e plagosjes së përfundimtare të Edi Ramës dhe regjimit të tij. Ju falënderit. Muharrem Kurti, përshëndetje Dr. Berisha. U bën disa ditë që Ministria e Vučićit flet për spastrim etnik e dëbim të shqiptarëve dhe shteti shqiptar e Rama nuk ka asnjë reagim. Pse Rama e ka mbyllur gojën për këtë rast? Ju falenderoj për pyetjen. Deklaratat e monstrës, e ministres monstër të Beogradit, me të cilat ajo dëshmon se zgjidhja më e mirë e problemeve ndëretnike është spastrimi etnik dhe genocidi, kanë marrë ndëshkim ndërkombëtar. Kanë reaguar fuqishëm Komisioni Evropian me zëdhënësin e saj. Ka reaguar për hir të vërtetës edhe sekretarja edhe komisionerja për zgjerimin Zonja Kos. Ka reaguar fuqishëm zëdhënësi Foreign Office, Ministrisë Jashtme Britanike, por kanë reaguar për hir të vërtetës dhe dhjetra deputet dhe personalitete në vetë Serbi. Republika e Kosovës e ka shpallur non grata. Edi Rama dhe zëdhënësi i tij i turpit Ministrinë e Jashtme kanë heshtur si fije e barit, dhe jo vetëm heshtur. Por Edi Rama deklaroi se nuk mund të përfshihet në histerizma sa herë një çyryk flet këto apo ato. Edi Rama është një sklav, një vasal i Vučićit. Ta kuptojnë shqiptarët mirë se që janë këta që përfaqësojnë, që nuk pranojnë dënimin e genocidit serb në Kosovë. Dhe tani, kur ministri Aleksandar Vučić deklaron se duhet spastru etnikisht Kosova, Edi Rama e quan një çyryke. Aja është një raciste e egër antishqiptare, e cila në të gjitha ligjet e botës meriton dënimet më të rënda. Por Rama është argati Vučićit, armik i egër i shqiptarëve dhe qenjes tyre. Met Katroshi. Lexova dje se Rama po falte trojet e policisë në Dërmie Palas për vila otele. A do e ndalojë një rik të monstër se po fal çdo pasuri dhe po e zhbën vendin? Pse nuk i çoni deputetët tuaj ta denoncojnë këtë aferë, jo vetëm në Dërmie Palas, po kudo ku ndodh? Duhet t'ju informoj sot se Partia Demokratike nuk do të njohë asnjë nga këto vendime. Sigurisht që deputetët tanë dhe ne do ta denoncojmë, por siç e dini, i nderuar zotëri, ai spakun e ka shtruar në një seksion në një organizatë të Partisë Socialiste.
Ne do bëjmë detyrën tonë, por ne nuk do të njojmë kur këto vendime. Mario Runa. Doktor Berisha, raporti Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës ngriti shqetësime për rastin Balluku, imuniteti parlamentar dhe pengimin e hetimeve për korrupsionin e nivelit të lartë. A prisin që Bashkimi Evropian të ushtrojë presion real, apo vetëm protestat e fuqishme qytetare mund ta detyrojnë drejtësinë të veprojë? Mario, edhe njëherë duhet falënderoj komisionerin McGrath dhe ekipin e tij për raportin objektiv që kanë firmosur, kanë hartuar dhe firmosur për gjendjen e shtetit ligjor në Shqipëri. Dhe unë mund t'u them ju se kjo shënon një hap shumë të rëndësishëm, një mbështetje e madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju siguroj se ky është një hap i parë dhe se opozita shqiptare do të bëjë gjithçka për të faktuar të vërtetat e këtij vendi pranë Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, siç ka bërë gjërë sot. Natyrisht, të dyja format janë të domosdoshme. Një dialog intensiv me Bashkimin Evropian, institucionet e tij, Komisionin, Parlamentin, vendat anëtare, është i domosdoshëm qeverinë e Shteteve të Bashkuara për të paraqitur realitetin shqiptar siç është. Por nga ana tjetër e kam theksuar e theksoj se protesta dhe vetëm protesta do të rruga e realizimit të misionit të opozicës për rikthim në votës lirë në Shqipëri. Linort Gërmeni, përshëndetje doktor. Kritikët thonë se në drejtimin e Partisë Demokratike janë zgjedhur të rinj pa përvojë politike apo partijake, apo persona pak të njohur për publikun. Si u përgjigjeni këtyre kritikave? Falenderoj për pyetjen. Këto kritika kanë të drejtë një fakt. Sigurisht të rinjt nuk mund të pretendohet se kanë shkallën e njohjes me të tjerët, që kanë shumë më tepër vite, emra të cilëve lakohen në shoqëri, në parti dhe në shoqëri. Por nga ana tjetër, unë kritikëve u them se të zgjedhur të ri përfaqësojnë vlera shumë të çmuara, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për vendin në tërësi. Mund të them se të zgjedhur të ri në CV-n e tyre, brenda dhe jashtë Shqipërisë, kanë ekselencën, shumica e tyre. Kanë pasionin dhe vullnetin për të shpalosur energjitë e tyre. Dhe unë besoj biem dakord të dy që kërkesë themelore për këtë forcë politike ka qenë ripërtritja. Për vetë historikun e saj, ata që e sollën Partinë Demokratike në këtë situatë, për mua dhe koha ata janë heroj të vërtet. Sepse ata rezistuan një terrori, një përpjekje
noftat pa shembull në historinë e Europës për të vënë në kontroll forcën e tyre politike, për ta zgjesuar opozitën e vërtet në këtë vend. Ata meritojnë të gjithë një nderim dhe vlerësim të jashtëzakonshëm. Por natyrisht, ne nuk mund të mohojmë se betejë jonë për sovranitetin e brendshëm të vendit, masi asnjë vend pa opozitë sovrane nuk ka sovranitet të brendshëm. Betejë jonë për të qëndruar opozitë e vërtet ka patur çmimet e saj. Kështu që ripërtritja ishte absolutisht kushtrimi i çdo demokrati dhe demokratje, i çdo qytetari dhe qytetare. Duhet unë që në fillim të rithemelimit dola me motor në qoftë se u kujtohet për një parti demokratike më të fortë, më të bashkuar, më të hapur. Arresti 333 ditë. Unë punova në to drejtime, të them të vërtetën ju. Punova shumë në to 3 drejtime. Por një drejtim, arresti 333 ditë më pengoj mua në një shkallë të caktuar që të mund të avancoja me procesin e hapjes dhe ripërtritjes. Por kisha deklaruar se Partia Demokratike ka vlera. Ka individ me vlera nga më të veçanta dhe më të çmuara. Dhe u siguroj që ka dhe plot të tjerë që ju do t'i njihni në kohrat që vi. Kështu që bazuar në këtë diviz, ku vendi përcaktoi ripërtritjen si moto kryesore tonë. Dhe ne do t'i qëndrojmë asaj. Këshilla Sterkaj, zoti Berisha, dje Rama doli dhe sulmoi ju dhe shqiptarët në termin narkoshtet dhe mori në mbrojtje rënien e euros me 33%, duke thënë se është rritur ekonomia. Ndërkohë, dosjet kanë treguar se miliona euro futen me valixhe dhe pastrohen në ndërtim. Ndërkohë, ekspertët thonë se paratë e drogës po rënojnë ekonominë. A duhet opozita të bëjë një kallëzim në SPAK të dedikuar për narko-euron? Falenderoj për pyetjen. Zonjë apo zonjush keni kap një çështje ndër më themelore të shoqërisë sotme. Në qoftë se ka një faktor toksik, shkatrimtar për shoqërinë shqiptare, për ekonominë shqiptare, për ekzistencën e kombit shqiptar, është narko-euro që vjen nga droga e Edi Ramës. Siç e dini, nga viti 2017 gjersota kemi denoncuar me qindra herë, por duhet të thej të vërtetën. Kjo ka qenë një betejë e vështirë shumë, jo e lehtë. Sepse termi narkoshtet ishte një herezi, nuk përdorej. Sepse termi narko-euro nuk përdorej. Po do të them një gjë. Ti marrim pak
se çfarë shkatrimi ka bërë narko-euro Shqipërisë. Shkurtimisht. Kam qenë në Çekin vitin 2013. Dhe bashkëbiseduesit e mi më thonë, ju na i morët këpucët. Unë fakt nuk e dija që ata, pas statistikat, Shqipëria ishte vendi 8 në botë për prodhimin e këpucëve. Çekia kishte kaluar në industri tjera. Shqipëria zinte një vend transishëm në eksportin e rrobave, përfshi dhe të modës më të lartë. Dhjetra mira punëtor ishin të punësuar në këto industri. Industri të cilat natyrisht funksiononin me një marzh jo të madh fitimi, por kishin një marzh fitimi. Përmbysja e kursit të euros ja u zhduku fitimi dhe i falimentoi njëra pas tjetrës këto industri. Dhjetra mijëra punëtor të këtyre industrive, mbi 100.000, mbetën dolen pa punë dhe u larguan në vende tjera. Pra, narko-euro jo vetëm shkatroi mirë e mira ndërmarrje eksporti, unë mora shembull këpucën dhe veshjen, por në të gjitha aspektet tjera. I dha goditjen më të rëndë ekonomisë shqiptare. Një ekonomi që nuk eksporton është ekonomi që nuk prodhon. Eksporti është treguesi më i fortë, më i rëndësishëm i prodhimit të një vendi. Dhe eksportet ranë në pikjat. Edi Rama, për të fshehur këtë rënje dramatike të eksporteve, filloi të llogarisë eksporte të gjitha ngarkesat që shkarkohesh në Durrës për në Kosovë dhe nga Durrësi kalonin në Kosovë, porosit biznesit të Kosovës. E njëjta gjë me prodhimin bujqësor. E njëjta gjë me remitencat që vinin nga diaspora. E njëjta gjë me turizmin. Shko dhe sot, kapacitetet janë gjysmë ose bosh. Sepse atë që turisti e mirëte me 100 euro, tani duhet paguaj 130 e sa euro. Sigurisht, Edi Rama, si narkodiktator, nuk mund të mos ishte krenar me narko-euron e tij. Pretendoi dje se është shej ekonomisë fort, sharlatan dhe qesharak. Po të marrim një vend tjetër që nuk është në sistemin e euros, Norvegjin, e cila ka vetëm fondin e investimeve mbi 1 trilion fondi i investimeve, dhe ka një nga ekonomitë më të fuqishme, cili është raporti i euros me koronën norvegjeze. Ju do gjeni se me gjithë fuqinë e madhe ekonomike të Norvegjisë, euro në Norvegji, korona norvegjeze, gjatë 10 viteve të fundit, jo që nuk është vlerësuar, por është zhvlerësuar të paktën 10-12% të saj. Ka patur rast dhe 16%.
kurse leku shqiptar vlerësohet me 35% se rezultat i vagonave, i kontejnerve, i mikrobuzave, i nëndecëve, i autobuzave me euro që hynë në Shqipëri, narko-euro që hynë në Shqipëri. Pra, qoftë se ka një gjë shkatrimtare për qenjen tonë, është ajo për cilën Edi Rama është krenar, narko-euro. Doktor, përshëndetje, çmimet e ushqimeve po e rrënojnë ekonominë familjare. A do i propozoni uljen e TVSH-s në 10% për shportën e ushqimeve, janë me mira familje që preken? Jo në 10, por në 5% shoqëri. Në mos heqen fare. Në mos heqen fare. Kur shef se jo familja e varfër, por familja e mesme shqiptare, harxhon për jetën e përditshme 89% të të ardhurave, e tëra diktohet nga çmimet e larta disproporcionale. Dhe nga narko-euro. Nga narko-euro. Sepse eurot e narkosit çojnë në stratosferë çmimet e ndërtim. Kanë, si tregova, kanë shkatruar prodhimin e brendshëm dhe sot çdo gjë mbetet në importe. Në një kohë kur, në vitin 2013, Shqipëria ishte një eksportues serioz i qumshtit, i vezëve, ndërsa sot çmimi është dyfishuar për të dyja, sepse janë importe. Pra, nuk ka diskutim që do ketë një ndërhyrje të fuqishme për të lehtësuar, për të përmirësuar mirëqenjen e qytetarëve shqiptar dhe çmimet të treg. Mirdita, doktor, a do të ketë primare për kandidatët e zgjedhjeve lokale? Në çdo rrethan njerëzit nuk bëhen të gjithë të kënaqur, por mendimi im është që të jetë primare për kandidatët e zgjedhjeve lokale. Të përshëndes. Falenderoj shumë Arben për pyetjen. Personalisht jam në favor të primareve, por e pohoj këtu që ka një debat të fortë brenda nesh për to. Ne kemi vendosur një bashkëpunim të ngushtë, fatmirësisht me dy institute amerikane, Institutin Republikan një alat që nga vitet 90 i Partisë Demokratike dhe Institutin Leadershipit, dhe do të bëjmë një konsult të gjerë me ta për të marrë vendimin përfundimtar. Sugjerimet dhe format duke u paraqitur të gjithë situatën. Personalisht, unë jam në favor. Daniel Delhyska, doktor, përshëndetje. Përsa i përket diasporës, keni bërë një lëvizje shumë të bukur. Tani diasporës i duhet një platformë pilot, që drejtuesit e qarqeve të bëhen sipas pëlqimit të mbar diasporës dhe shqyr që na hoqet disa analfabet të vetëquajtur padron të diasporës, që në realitet nuk i shkon njëri mbrapa. Faleminderit. Prap mund të them se këto janë hapat e para. Dhe ne do shkojmë duke i përsosur, duke i përmirësuar këto. Ju keni të drejtë në atë që shtroni, sepse dimensioni elektoral diaspor, që nuk është më vetëm elektoral, por është politik, është social, është i gjithanshëm, kërkon përsosje të gjithë mekanizmave dhe ne do shkojmë drejt saj. Ne do shkojmë drejt saj. Në bashkëpunim të ngushtë me ju, bashkëpunim të ngushtë me diasporën. Gjovi Nikoli, përshëndetje doktor Berisha, çfarë do të bëjë opozita që të mbrojë votën në zgjedhjet e vitit 2027? Se ne e dim shumë mirë se nuk ka reformë zgjedhore që e pengon Ramën që të vjedh dhe të blej votat. Rama
Dhe si do e pengoni ju si opozit Ramën që mos bëj reformën e turpshme territoriale, ku siç thuhet do hiqen edhe 14 bashki të tjera, një nga këto bashki është Bashkia Mirditës. Unë jam një mirditar. Pyetja është shumë e drejtë. Ju më keni ndjuar shumë herë tu them haptas shqiptarve. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe kur e them këtë, unë e di se shumë nga antarët, mbështetësit tanë mërzitën kur më ndigjoj një gjë të tillë. Ka prej tyre që edhe më kanë thënë mos e thuaj këtë fjalë. Por unë duhet të them të vërtetën. Jo se më pëlqen kur kjo gjë. Por në Shqipëri vota vdes pa hyrë në kuti. Unë e konfirmova këtë edhe në takimet ndërkombëtare ku isha dhe e kam faktuar unë këtë gjë. Atëherë i dashur mik, duhet bëjmë gjithçka për largimin e tij. Sa tjetë Edi Rama në pushtet, votat ai do t'i marrë para votimit. Po t'jap vetëm një shembull. Një shembull. Ta arsytojmë bashkë. 2 ditë para votimit, deklaroj faljen e gjobave dhe kamatave. Të thëmë të vërtetën, tashi, mendova se të paktën do ishin ja 200 milion. Dhe natyrisht kuptova që kjo do ishte një efekt katastrofal mbi rezultatin. Ato nuk ishin 200 milion. Muaj me vonë doli fatura, ato ishin 2 miliard e 100 milion. Ato interesonin 200 e sa mijë familje. Votues, familje që kishin votues. Ato interesonin 84.000 biznese private aktive. Ta dhash të shembull për ju dhe për të gjithë ata që besojnë tek vota e lirë, për të kuptuar se Edi Rama është armiku më i egër i votës së lirë dhe i thelbit të lirisë shqiptarëve, ndaj duhet ta largojmë atë. Ne si demokrat duhet rikthehemi me të gjithë potencialin ton largimit të tij. Nga ai vetëm drogë, krim dhe korrupsion do të kemi dhe zbrazje të Shqipërisë. Ju siguroj. Partia Demokratike Dega Gjermani pyet: Doktor Berisha, përse SPAK nuk përdor ndaj Edi Ramës dhe qeverisë së tij të njëjtin standard që përdorin ndaj jush? Ju morët i pandehur për një vendim kolegjal të qeverisë që propozonte një ligj në kuvend, ndërsa Rama me akt normativ dhe brenda ditës i dha 4.3 milion euro kompanisë private të koncertit të Kanye West. Pse nuk hetohet nga SPAK kjo? Së pari të falenderoj për pyetjen, i dashur mik, dhe të sqaroj se ai vendim kolektiv është marrë 1 muaj pasi pronarët legjitim të klubit Partizani ndërto dhe ndërto është dhe dhëndri i im Jamar Bermaltezi, që ka 410 metër. Këta pronarë janë shumë. Kishin paguar me para kesh 90% të 800.000 eurove që duhet paguonin shtetit për klubin. Nga ajo që kishte mbetur kur është marrë vendimi i cili
edhe sot janë në fuqi vendimi për të përdor letrat me vlerë për privatizim, edhe sot në fuqi. Kur ka dalë vendimi, Jamarbër Maltezi ka përfituar nga i vendim gjithsejt 64 euro. Pra, vendimi nuk ka patur asnjë lidhje me pronar të caktuar, ka patur lidhje me të gjithë pronarët që në përputhje me ligjin të mund të ushtronin të drejtën e parablerjes së objekteve mbi tokën e tyre edhe me letrat me vlerë, që edhe sot janë në fuqi, si një detyrim i shtetit shqiptar ndaj qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërteta. Kurse Edi Rama pagoj 7 milion euro Giro d'Italia, organizat tërësisht private, ndau para me këte organizat private duke kontraktuar të vinë në Shqipëri ditën para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve. Tani, lidhur me skapin, me qenë se më pyete dhe të tërgoj histori të bukur, se kjo nuk është vendimi, ka një gjë tjetër brenda në dosjen time, nuk duhet ta personalizoj, por ju lutem prap, nuk mund mos e them. Në dosjen e Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, sepse Ministria e Kulturës, Ministri i Kulturës, fton në emër të kryeministrit, si për të nderuar, Ricardo Korçanten dhe Elhajda Danin, e cila këngëtare ishte një re, u shpall atë vit zëri i Italis, fitoi Voice of Italy. I ftoi sepse presidenti i Republikës do t'i jepte një dekorat. Dhe unë ju dhash një darë. Tani, unë akuzohem për korrupsion, sepse një nga pronarët që mori tokën e vetë, Fatmir Bektashi, një njeri i nderuar, Ministri i Kulturës i ishte drejtuar atij, a mund të na sponsorizosh udhëtimin e tyre dhe hotelin. Dhe ai kishte sponsorizuar udhëtimin dhe hotelin e tyre me 4.600 euro. Gjithsej. Dhe këte Altin Troplini me ish gjelat në sigurimit shtetit Kraja dhe si motrën e Taulant Balls Melonaj e quajtën korrupsion pasiv. Po pse? Sepse ata erdhen në një kohë kur kishte zgjedhje, nuk dhan asnjë koncert. Vërtet ishte për zgjedhje, por nuk dhan asnjë koncert. Nuk u kërkuat të japin asnjë koncert. Ja u dha dekoratën presidenti dhe unë u ofrova një darkë. Ky ishte, kurse Giro d'Italia, 7 milion euro, ditën para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, nuk është një korrupsion elektoral, nuk është një krim elektoral, sipas kapit që është një organizat e Partisë Socialiste. Kala, përshëndetje doktor, një pyetje në lidhje me kërcënimin e drejt për drejt që Tao i bëri Agron Shehajt, duke i shkuar tek vila ku kishte gruan dhe vajzat. Ajo jep përshtypjen se ky lloj kërcënimi është tipik mafioz si ato të Tano Karidit? Tano Karidi është lule besnik me çfarë është Edi Rama dhe Taulant Balla. A ishte një akt i shëmtuar
i turpshëm, ti shkosh tjetrit në dera e shtëpisë, pa një autorizim, meriton ke shkel rëndësh, ligje dhe kushtetutë. Në qoftë se shteti ka probleme me secilin politikan, shteti ka ligjet se si procedohet ndaj tyre. Si procedohet ndaj tyre. Dhe vendos gjykata për një akt të tillë. Kurse shkruarja e tij tregon totalisht se këtu është një shtet i kapur, një parti shtet, një mafje e vërtet. Çdo njeri duhet hetohet në përputhje me procedurën ligjore. Po kur tani Tano Karidi kishte krime, po mos kujtoj se i ka Tauland Balla më të pakta krimet se Tano Karidi. Tano Karidi krimet i kishte në film, Tauland Balla i ka dal vivo. I ka reale, nga vrasjet tek krimet madhore elektorale, tek droge e tjere me radhë. Nuk ka krim me cili nuk është i mbrojtur ai. Vladimiri pyet, doktor, a jeni ju për ndryshime kushtetuese dhe kod zgjedhor me lista të hapura? Presidenti të zgjidhet nga populli, drejtorët e policisë të zgjidhen me votë, si në Mbretërinë e Bashkuar, drejtori i përgjithshëm gjithashtu me votë popullore? Tani, unë jam për listë e hapur. Ja them këtu dhe qëndroj plotësisht këtij parimi, e kam shprehur dhe përpara këtë. Besoj se unë organizova një tryez pikërisht me synim bashkimin e opozitës për sistemin zgjedhor. Dhe në këtë kontekst çdo ndryshim i kushtetutës do t'ishte, ne do ta mbështesnim. Nuk jam kundër zgjedhjes së presidentit nga populli, mbasi historia e presidentëve jo njëherë, po më shumë se njëherë është histori kukullash. Dhe kombi nuk ka nevojë për kukulla. Nuk ka nevojë. Kombi, vendi ka nevojë për institucione. Institucione që i përmbahen kushtetutës. Ndaj dhe nuk kundërshtoj. Nuk kam qenë dakord dikur me këtë proces, por sot kur shoh asgjësimin e atij institucioni, që është institucion shumë i rëndësishëm, mendoj se ai duhet vendit dhe kombit si institucion i vërtet, dhe jo fake, siç është. Pyetja e fundit nga Gramos Jaçe, më pëlqen vetëm diçka tek ju që nuk i bëni blok ata që janë kundra, se Rama në fakt u bëm direkt blok, po e shave. Ai firmos fundin e vet ai që e bën atë. Ai është një njeri shpirt, ka shpirtin shumë të ndërlikuar, e pash një ditë lajmin se kishte lejon të tani vetëm patronazhistët të komentojnë në ato mediat e tij sociale. Imagjinoni ju se çfarë të merri i kanë kall flamingot dhe protestuesit, të cilët për hir zvërtetës
ka një merit jashtëzakonshme. E thot Shakespeare diku. Jo, e thot Edgar Allan Poe. Never felt before. Të merë, thot, të pandigjura kur më parë. Edhe këta protestues e kanë futet, i kanë kriju Edi Ramës, të merë dhe maktët të pandigjura kur më parë sa e detyruan të mbyll Facebook, të mbyll komentet në Facebook. Jo, nuk i mbyll. Që kanë shumë kuriozitet, zoti Berisha, me këtë do t'jeni në finale nesër me Spanjën apo Argentinën? Falënderoj. Unë vetëm këto 4 ndeshjet e fundit kam pa. Nuk i ndjek shumë, nuk jam shumë tifoz. Por gjithë një 8 ose 4 të fundit i shoh. Pash ndeshjen e parë të 4-shes, Franca me Spanjën, i bindur se Franca do të shkëlqente. Për habin time, Franca, ekipi i saj, mbeti si një hije në raport me ekipin e Spanjës, kështu që u detyrova gjatë ndeshjes të ndryshoj simpati dhe të kaloj me Spanjën. Erdhi ndeshja tjetër. Nuk jam me Argentinën sepse nuk pranoj disa shkelje që ata bëjnë në lojër. Kapin, përdorin durët, kapin lojtar, nuk e pëlqej atë lojë, nuk mund ta, po, dhe natyrisht isha me anglezët. Po anglezët aty, për fatin më të keq, u treguan një skuadër e kategorisë 3. U ndryn në port, sikur të mos ishin. Dhe pranuan për kohë të tëra një presion të tmerrshëm të argentinasve. Nuk them se Argentina e meritoi plotësisht. Pra, edhe këtu mbeta me zemër të thyrë. Tani unë nuk e mohoj që jam me Spanjën. Nuk jam me Argentinën.